A dohet edhe na populli shqiptar me ja u bë disa politikanëve tonë, si për shembull në Kosovë opozitas. Atëherë nëse doni me kuptu, ju kisha ftu me këshyrt qët video bashk me mu deri në fund. Gjithmonë ndodh që njerëzit të protestojnë para parlamentit për të shfryrë inatin me deputetët. Dhe shumë herë kemi thënë se deputetët janë për të hedhur të gjithë në plehra. Por një grup njerëzish të acaruar para parlamentit Ukrainës e kanë tepruar duke hedhur deputetin në koshin e plehrave. Sipas menimit tem, na shqiptarët e Kosovës do të mja u bë disa opozitarëve tonë që na e dërgun vendin në zgjedhje që 5 herë, do më thonë me qitë herë, 5 herë bahën që i kam poshtë Albin Kurti. Ta jënë të e ditë shumë mirë që populli ashtu e votu e këtë njeri. Edhe po ja u garantoj një sen që sa herë që shkojnë unë zgjedhje, populli kanë me ndëshku opozitën. Po kishin me ndëshku edhe që shto inshallah dhe zoti, qysh i kanë ndëshku këtë politikanin atje në Ukrainë.